Po, politika është për te asojna që flasim në studio. Nëse ne e kem si akt krym, që unë po besoj që është i dam shumë edhe që duhet me çdo kusht mos me u jetësu asociacioni. Une besoj që është i dam shumë edhe s'duhet me u jetësu. Nëse që ky plani Amerikan na vjen si eliminim i qësoj i asociacionit, që s'dihet që na vjen në konvertim të sajna, s'muj me donë qëndërime për shkak se s'dim çka ka, atëherë unë po besoj që Zoti Kurti, bazë të asojna që e kom përcjellë si gazetar, që e ka zotim të fuqishëm, që nuk e bën asociacionin me dorë të vetë. Kështu që, për mos mi qëndru, se kretë partit politike e kanë këtë rrezik. Partit opozitore jënë lutë në thojza për 5 vjetë që Zoti Kurti ka me bon asociacionin vetë, ka me jau hek një farë forme prej dore. Çdo ditë është thonë që do ta bëj, do ta bëj. Çdo ditë ju ka thonë. Po unë ju kom thonë publikisht që se bën Zoti Kurti asociacionin. Kështu që mirë është që se ka bon, edhe duhet më u këngull për mos me bo. Po, duhet me ditë një sen, trysnia faktorit ndërkombëtar është mbi mundësitë dhe kapacitetet tona. Këto po na japin edhe shtetet të tjera që janë më të fuqishme, që s'mundesh me bo. Tash, nëse Zoti Kurti e ka vërtetuar, është provuar që ai nuk bie edhe shumë fort prej e presioneve. Aty nuk e dia bie as bie, tash e shohim kur vjen para aktit krym. Këto raportet që janë diskutuar shpesh me aleatët, koordinimi mos koordinimi. Po veç na e pam, shumë mira, edhe për këtë arsye na e pam, po veç na e pam zonja Osmani e mor meritën për cilën... Do të diskutojmë më vonë çështën e bolën. Në rregull. Unë besoj që Zoti Kurti, nëse vjen tek puna që duhet më jetësu asociacione, që inshallah për menimin tam zbohet, atëherë lëshon rrugë të posti kryeministrit. Lëshon rrugë. Po. Menimi jam është. I lën patatën e nxehtë dikujt tjetër. Ja lën dikuj patatën e nxehtë në dorë, edhe dikush duhet me jetësu. Në këtë apo t'jap fjalën për Zhal pas tiu kalimi shkurt. Jo, vetëm shkurt, unë mendoj se Zoti Kurti në cilën do variant në atë asociacionin që është proklamuar të kaluarën është kundër. Epicentër e politikës së Kosovës do të duhet ishte pse Serbia nuk i jetëson marrëveshjet. Pra, ti duhet të kesh një garancë nga pala tjetër që ti zbatoj marrëveshjet, dhe sa kam kuptu prej narracionit të politikanëve këtu edhe pa përjashtim është që ajo nuk i zbaton marrëveshjet dhe presioni ndërkombëtar që në rregull ju zbatojeni pjesën e juaj se më pas ajo do t'i pësoj ato penalizime që nuk i kemi po dorën zemër ato penalizime nga faktorin ndërkombëtar dhe shpesh kemi thonë se lun me 2 kapele Shkopi ka me standarde 2 fishta. Dhe me standarde 2 fishta. Kështu që në momentin kur Serbia do ta njehte pavarësinë e Kosovës, askush